Ministria e Jashtme serbe i përgjigjet ashpër deklaratave të kryeministrit Berisha në lidhje me rishikimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, pas heqjes së lapidarit të UÇPMB-s në Preshev. Ministria e Jashtme dënon fjalorin e përdorur, që sipas saj nxit aktivitetet e mëtejshme të orientuara në destabilitetin e situatës në jug të Serbisë, por edhe në rajonin më gjerë, në vendet fqinje ku banojnë shqiptarët. Kualifikimet dhe akuzat e orientuara kundër qeverisë së Serbisë janë në çdo dinjitet dhe në kundërshtim të plot me bindjet e dhëna personalisht nga ana e kryeministrit shqiptar Berisha, gjatë vizitës së mëparshme të ministrit të jashtëm të Serbisë Mërkiç në Tiranë, se Shqipëria është e gatshme të shpalos një faqe të re në marrëdhënie dypalshe midis dy vendeve, thuhet në deklaratën e kësaj ministrie. Arsyetimi i retorikës së zjarrt me brengosje për pozitën e pakicës kombëtare shqiptare në jug të Serbisë paraqet manipulim të vrazhd. Kështu e konsideron Ministria e Jashtme serbe, duke pasur parasysh se mbrojtja e pakicës shqiptare në Serbi është në harmoni me standardet më të larta ndërkombëtare, shumë më tepër nga ato që zbatohen ndaj pakicave kombëtare që jetojnë në vetë Shqipërinë. Pikërisht, duke pasur parasysh mos ekzistimin e çfarëdo kornize juridike për mbrojtjen e pakicës serbe dhe të tjera nacionale në Shqipëri, konsiderojmë se autoritetet shqiptare duhet të ndërmarrin masa serioze që të sigurohet mbrojtja e të gjitha komuniteteve në harmoni me standardet ndërkombëtare në fuqi, përfundon deklarata serbe.